Atmosfera në shtëpinë e Big Brother Kosova ishte më e tensionuar se kurrë. Zarfi i zi, vendi ku shpesh lindin debatet më të ashpra, po bëhej skena e një konflikti të madh. Për disa ditë, tensionet mes Bias dhe Albës kishin qenë të dukshme, shikime të ashpra, fjalë të ndërprera dhe një ndjesi e vazhdueshme konkurrimi. Në një moment kritik, Bia ju afrua Albës me fytyrë të vendosur dhe gjeste të ashpra. Alba, e cila ndjeu se hapësira e saj po shkelet dhe se tensioni po bëhej i rrezikshëm, reagoi instinktivisht. Pa u menduar, ajo e shtyu Bian dhe ajo u përplas për tokë me forcë. Ishte një moment që duket i shpejt, por çdo personazh e ndjeu peshën e tij emocionale. Limi, që shpesh përpiqej të mbante qetësinë dhe rregullin, ju afrua menjëherë, duke u përpjekur të qetësonte situatën. Harroni pak. Duhet të qetësohemi, tha ai me zë të prerë, por i shqetësuar. Ludo, Labinot dhe Labi, duke parë përplasjen, u shfaqën të tensionuar dhe të gatshëm për të ndërhyrë. Të gjithë ndjen një miks emocionesh, shqetësim, trishtim dhe një farë frike nga pasojat që mund të kishte kjo skenë. Bia, duke u ngritur ngadalë nga toka, ndjej e lënduar fizikisht dhe emocionalisht. Pse më shtyve? Tha ajo, me zë të dridhur. Alba, megjithatë, nuk u tërhoq, po mbroja veten. Çdo ditë po më afroheshe dhe nuk mund ta lejoja më. Dialogu midis tyre vazhdoi për disa minuta, ku secila përpiqej të justifikonte veprimet e saj. Tensioni ishte i padurueshëm. Çdo fjalë, çdo heshtje dhe çdo shikim ishte i ngarkuar me emocione të akumuluara, zemërim, trishtim dhe shgënjim. Reagimet e pjesëmarrësve, Limi e kuptoi se situata mund të shpërthente dhe ndjeu përgjegjësinë e tij për të ruajtur qetësinë. Ai u përpoq të ndërhynte duke përdorur fjalë, jo forcë, dëgjoni. Kjo nuk është mënyra. Të gjitha gjërat mund të zgjidhen me fjalë, jo me shtyrje. Ludo, gjithashtu, përpiqej të qetësonte tensionin, duke kujtuar se të gjithë ishin të vëzhguar nga kamerat dhe çdo veprim kishte pasoja publike. Shikoni. Ky nuk është momenti për të rrahur njëri tjetrin, tha ai. Labinot dhe Labi ndjen një përgjegjësi të madhe për të mbrojtur secilën palë dhe për të shmangur përkeqësimin e situatës. Ata kuptuan që përplasja nuk ishte thjesht fizike, por një reflektim i konflikteve të akumuluara, keqkuptimeve dhe mungesës së komunikimit, dialogu dhe tensioni i brendshëm. Bia ndjej e tradhtuar dhe e lënduar. Unë nuk e kuptoj. Çdo gjë duket se më sulmon, tha ajo, duke u përpjekur të qetësoj. Alba reagoi menjëherë, unë nuk po të sulmoj. Thjesht po mbroj veten. Nuk mund të qëndroja pa reaguar kur po ndjeja frikë dhe presion. Kjo shkëmbehej për disa minuta. Duke u bërë një duel verbal ku çdo emocion i shtypur u shfaq papritur. Bia ndjeu zhgënjim, ndonse nuk mund të fajsonte vetëm Albën. Tensioni ishte rezultat i muajve të akumulimit të pakënaqësive dhe mosmarrëveshjeve të vogla që nuk ishin adresuar më parë. Pasojat emocionale dhe reflektimi. Pas përplasjes, Alba ndjeu një ndjenjë lehtësimi, por edhe fajësie. Ajo e kuptoi se shtyma ishte një veprim impulsiv dhe se kishte pasur mënyra të tjera për të mbrojtur veten. Bia, nga ana tjetër, ndjeu një humbje besimi dhe një ndjesi të thellë të tradhtisë. Çdo moment i ardhshëm me Albën do të mbante brenda tensionin dhe dhimbjen e këtij incidenti. Limi, Ludo, Labinot dhe Labi u përpoqën të reflektonin mbi ngjarjen dhe të qetësonin palët. Ata kuptuan se presioni i kamerave, konflikti i akumuluar dhe mungesa e komunikimit të qartë mund të çojnë në veprime të pakontrolluara. Reflektimi për marrëdhëniet, ky incident tregon rëndësinë e respektit dhe kufive emocional. Një shtytje ose një fjalë e gabuar mund të ketë pasoja të mëdha. Për Bia dhe Albën, ky moment ishte një leksion mbi rëndësinë e menaxhimit të emocioneve dhe komunikimin e qartë. Pjesëmarrësit e tjerë kuptuan se roli i tyre nuk ishte vetëm të shikojnë, por të ndërhynin me kujdes dhe të ndihmonin për të shëruar marrëdhëniet. Ky incident ishte një reflektim i fuqisë së emocioneve, pasojave të impulsivitetit dhe nevojës për të menduar para se të veprosh. Titulli, Dolce dhe lëndrimi, një takim i paharrueshëm në Big Brother Kosova. Në momentin që Dolce hyri në shtëpinë e Big Brother, diçka në ajër dukej ndryshe. Drita e ngrohtë e sallës, tingujt e qeshjes dhe përzierja e aromave të ndryshme nga kuzhina krijonin një atmosferë që mund të bënte të ndjeheshe sikur je në një botë tjetër. Por ajo që e bënte më emocionuese këtë ditë ishte praninë e lëndrimit. Një nga banorët më të njohur dhe të pëlqyer të shtëpisë, Dolce ndiej pak e trembur, por kur takoi lëndrimin, një ndjesi e veçantë e mbushi. Ai buzëqeshi dhe ajo ndjeu menjëherë një ngrohtësi që e bëri të ndjehej e rehatshme. Shikimi i tyre u takua disa sekonda.
por ato sekonda dukeshin sikur ishin një jetë. Hej, Dolce. Mirë se erdhe. Tha lëndrimi, duke e përqafuar lehtë. Dolce ndjeu një ngrohtësi të papërshkrueshme. Ishte një moment që nuk mund ta harronte kurrë. Ata folën për gjëra të përditshme, për sfidat e lojës dhe për strategjitë që secili kishte në mendje, por gjithmonë kishte atë tension të bukur që krijohet kur dy njerëz ndihen të tërhequr njëri nga tjetri. Pasi disa minuta u kaluan duke qeshur dhe duke biseduar, Dolce dhe lëndrimi u gjetën më afër njëri tjetrit. Ishte një moment spontan dhe i natyrshëm, buzët e tyre u takuan, dhe për një çast të shkurtër, shtëpia e Big Brother u ndje si një botë tjetër ku nuk kishte kohë. As rregulla, vetëm ndjenja. Ky puthje nuk ishte thjesht një akt fizik, ishte një sinjal i lidhjes së tyre emocionale. Shumë banorë vëzhguan me kurreshtje, disa me habi, disa me buzëqeshje dhe disa të tjerë me një ndjenjë xhelozie. Por Dolce dhe lëndrimi nuk u shqetësuan. Ishte një moment i tyre, i ndarë nga gjithë drama dhe rivalitetet e zakonshme të shtëpisë. Pas puthjes, ata qëndruan pak i heshtur, duke shijuar praninë e njëri tjetrit. Dolce e kuptoi se ky nuk ishte vetëm një puthje e zakonshme, por një fillim i mundshëm i diçkaje më të thellë. Lëndrimi e mori dorën e saj dhe i tha, "Çfarë ndjenja e bukur. Nuk e prisja që kjo lojë të sillte diçka kaq të veçantë." Dolce buzëqeshi, ndjer një kombinim lumturie dhe drite nervoze. Ishte një përvojë që do ta kujtonte gjithmonë, një kujtim që do të qëndronte i ngulitur në mendjen e saj përtej kamerave dhe dramatikeve të lojës. Shtëpia e Big Brother vazhdoi të funksiononte si zakonisht, me konkurrentët që përgatiteshin për sfidat e ardhshme dhe për momentet e paparashikueshme. Por për Dolce dhe lëndrimin, diçka kishte ndryshuar. Ata kishin ndarë një moment autentik, të sinqert dhe të bukur, dhe të dy ndiheshin të lidhur në një mënyrë që asnjë strategji e lojës nuk mund ta shpjegonte. Ky ishte vetëm fillimi i historisë së tyre brenda shtëpisë, një kapitull që do të ishte i mbushur me emocione, sfida dhe ndoshta dashuri të vërtetë. Dhe ndërsa kamerat vazhdonin të regjistronin gjithçka, Dolce dhe lëndrimi dinin se disa momente janë përtej spektaklit, ato janë për zemrat që dinë të ndjejnë. Dolce, ndoshta kur nuk ta kam thënë sakt sa duhet, ndoshta gjithmonë e kam mbajtur brenda, por e vërteta është se ti ke qenë një fiksim i imi prej shumë kohësh. Jo një fiksim i zakonshëm, jo diçka kalimtare, por një ndjenjë e qetë, e thellë, që ka qëndruar me mua edhe kur koha ka kaluar, edhe kur rrugët janë larguar pak nga njëra tjetra. Më pëlqen shumë si femër. Më pëlqen mënyra si qëndron, si flet, si mendon. Më pëlqen forca jote, por edhe butësia që e fshe brenda. Ka diçka tek ti që nuk bërtet, por ndjehet. Një prani që nuk kërkon vëmendje, por e merr natyrshëm. Dhe kjo, për mua, ka qenë gjithmonë magjepsëse, të kam parë gjithmonë si dikë të veçantë. Jo vetëm për pamjen, edhe pse je e bukur në mënyrën tënde, por për shpirtin që reflektohet në sytë e tu. Ka një qetësi tek ti që të bën të ndalesh, të mendosh, të marrësh frymë më ngadalë. Sikur bota për një çast të mos nxitoj më kujtohet si dje kur thoshe ik, moti, dhe Dolce të përgjigjej me atë tonin e tij të vërtetë, të sinqert. Ai thoshte se ti je vërtet Dolce. Dhe kishte të drejtë. Sepse ti je ëmbël pa u përpjekur, e vërtet pa maska, e mirë pa pasur nevojë ta tregosh. Edhe kur hesh, flet. Edhe kur largohesh, mbetesh. Unë ndoshta nuk kam qenë gjithmonë i Zotit i shpreh gjërat si duhet, por dua ta dish se gjithmonë të kam respektuar. Të kam parë si dikë që nuk preket lehtë, që nuk merret me fjalë boshe. Prandaj edhe ndjenja ime për ty ka qenë gjithmonë e pastër, e qetë, pa presion, pa kërkesa. Thjesht ndjenjën, Dolce thotë se edhe unë jam shumë i mirë. Nuk e di nëse e meriton kjo fjalë, por e di që kur bëhet fjalë për ty, gjithmonë kam dashur të jem korrekt, i drejtë, i sinqert. Sepse ti meriton më të mirën, jo premtime të zbrazta, jo fjalë për momentin, por ndjenja që qëndrojnë. Ndoshta jeta nuk na ka vendosur gjithmonë në të njëjtin hap. Ndoshta koha ka pasur planet e veta. Por disa ndjenja nuk varen nga koha. Ato thjesht rrinë, presin, piqen në heshtje. Dhe kjo është ajo që kam ndjerë unë për ty. Kur mendoj për ty, nuk mendoj për gjëra të mëdha apo të pamundura. Mendoj për biseda të qeta, për të qeshura pa arsye, për shikime që kuptohen pa fjalë. Mendoj për një afërsi që nuk lodh, por qetëson. Për një prani që nuk rëndon, por plotëson. Ti je një femër që të bën të reflektosh. Të bën të duash të jesh më i mirë, jo për të treguar veten, por sepse pranë teje kupton vlerën e gjërave të thjeshta.
Dhe kjo është e rrallë sot, nuk po ta shkruaj këtë për të vënë në pozitë, as për të kërkuar diçka. Po ta shkruaj sepse ndonjëherë ndjenjat meritojnë të dalin nga heshtja. Meritojnë të shkruhen edhe nëse mbeten thjesht fjalë në një letër. Apo mendime në një moment të sinqert, nëse ndonjëherë ke ndjer qoftë edhe një grim të asaj që kam ndjer unë, atëherë ky shkrim e ka kuptimin e vet, nëse jo, prap është në rregull. Sepse ndjenjat e vërteta nuk kërkojnë kthim, vetëm respekt, dolce, ti je dhe do të mbetesh një kujtim i bukur, një mendim i ngrohtë, një fiksim i heshtur që nuk më ka rënduar kurrë, por më ka bërë të ndjehem mirë, dhe në fund. Dua vetëm të them këtë, edhe nëse rrugët nuk bashkohen, disa njerëz mbeten gjithmonë në zemër, jo si pengesë, por si vlerë.